Forca e Sigurisë së Kosovës është në një proces të transformimit të plot në ushtri, që kur Kuvendi i Kosovës miratoi 3 ligje në dhjetor të vitit 2018, procesi i transformimit është paraparë të zgjas nga 7 deri në 10 vite. Transformimi i FSK-s në ushtri u nis me ligje dhe jo me ndryshime kushtetuese, për shkak se deputetët serb nuk i dhanë përkraje. Ndryshimet kushtetuese s'mund të bëhen pa votat e deputetëve të komuniteteve. Përgjegjësitë e reja të FSK-s mes të tjerash kanë të bëjnë me ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe të qytetarëve, pronave dhe interesave të vendit, ndërkohë gjatë inspektimit në terren të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani në kampin e ngritur në Gjakov nga forcat e NATO-s, aleatët dhe FSK, në kuadër të stërvitjes Defender Europe 2025, ra në sy fakti se ushtria e Kosovës posedon snajperët më të mirë të mundshëm, të gjithë të rinj, të blerë në 3 vitet e fundit. Sipas institucioneve të Kosovës, në vitin 2025, ku ndodhemi aktualisht, jemi në vitin e 6 të tranzicionit të FSK-s dhe procesi i transformimit në forcë me kapacitete ushtarake po zhvillohet sipas planifikimeve. Në këtë fazë parashihet ngritja e kapaciteteve ushtarake e investime në sisteme moderne të armatimit. Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve ushtarake, zyrtarisht dihet se FSK-ja ka kryer porosi apo ka pranuar armë nga Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe Gjermania. Raketat antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë bujën më të madhe ndër blerjet e FSK-s. Raportimet për to ndodhen në fillim të vitit 2024. Në të kaluarën Kosova ka bërë blerje të tjera nga SBA, ndërsa nga Turqia kryeministri Kurti ka thënë se Kosova ka blerë disa dronë dhe do të marrë të tjerë në vijim. Pak pas miratimit të ligjeve për transformimin në ushtri më 2018, Kosova u furnizua me automjete ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Kosovë erdhën disa automjete të tipit Humvee. Qeveria pati nënshkruar kontratë me kompaninë amerikane AM General. 27 automjete ushtarake ishin donacion nga SBA-ja dhe 24 ishin blerë nga Kosova. Në gusht të vitit 2021, qeveria amerikane i dhuroi Kosovës edhe 55 automjete të tipit ASV, Armored Security Vehicle. Është raportuar se Kosova ka blerë automjete ushtarake edhe nga Turqia. Ndërkohë, më 11 janar 2024, Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi se Kosova kishte bërë kërkesë për të blerë 246 raketa Javelin me vlerë prej 75 milion eurosh. Dashi tha se ka njoftuar Kongresin për propozimin e programit për shitjet e huaja ushtarake, për shitjen e raketave Javelin për Kosovën. Përveç 246 raketave, Kosova kërkoi edhe 24 njësi për rrëshimin e raketave Javelin dhe udhëzues të tjerë për përdorimin e tyre. Në korrik të 2023-shit, kryeministri Albin Kurti konfirmoi blerjen e dronëve Bayraktar TB2 nga Turqia. Qeveria nuk ka bërë të ditur se sa dronë janë blerë dhe as buxhetin e ndarë për ta. Këta dronë nisën të operojnë për herë të parë në vitin 2024. Çmimi i një droni të tillë nuk dihet. Në mes të marsit si vjet, Kosova pranoi 15 kamion ushtarak të rinj metalit. 10 nga ta ishin blerë nga buxheti i shtetit, ndërsa 5 ishin donacion nga Gjermania. Me nisjen e transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës, buxheti në vitin 2018 për FSK-n ishte 55 milion euro. Për 2024, sipas ndarjeve buxhetore, buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes është mbi 153 milion euro. Në fund të vitit të shkuar, ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci tha se në mandatin e qeverisë Kurti janë investuar 239 milion euro. Për këtë deklaratë Maqedoncit ka pasur edhe raportime të gabuara. Ndërkohë që nga marsi i vitit 2022 në dispozicion është Fondi i Sigurisë që ishte themeluar siç pati deklaruar qeveria për nevojat e forcës së sigurisë së Kosovës. Fondi menaxhohet nga Ministria e Financave, ndërsa mjetet e grumbulluara është paraparë të alokohen në Ministrinë e Mbrojtjes për shfrytëzim si buxhet shtesë. Qeveria e Kosovës ka vendosur ta mbajë konfidencial informacionin për mjetet e deponuara aty.